Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që dashurojnë gjithmonë personin e gabuar. Në vend të parë gaforja. Gaforet janë shumë emocionale dhe intuitive, por shpesh i lejojnë ndjenjat t'i mbysin vendimet. Edhe kur kuptojnë se dikush nuk është i duhuri, zemra e tyre i tërheq prap, sepse ato kërkojnë lidhje të thella dhe dashuri të sinqertë. Në vend të dytë peshqit. Peshqit dashurojnë me shpirt dhe shpesh krijojnë imazhe ideale të personave në mendjen e tyre. Kjo i bën të bien në dashuri me dikë që nuk është i përshtatshëm, sepse ata shohin vetëm atë që duan të shohin. Në vend të tretë peshorja. Peshorja kërkon balancë dhe harmoni absolute. Edhe kur dikush është i gabuar për ta, ata shpesh e tolerojnë për të ruajtur paqen ose për të mos e humbur një marrëdhënie që duket e përshtatshme nga jashtë. Në vend të katërt të kësaj liste është akrepi. Akrepat janë të zjarrt dhe intens në dashuri. Kur bien për dikë, shpesh lën pas arsyet dhe paralajmërimet. Për ta, emocionet janë gjithçka dhe kjo mund t'i bëjë të dashurojnë personin e gabuar edhe për një kohë të gjatë.